Provimi I Sulejmanit alayhi salam. Ne e vum në provë Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e tij një trup, por ai ju drejtua Zotit. Surja Sad 34. Lidhur me interpretimin e këtij ajeti, ekzistojnë mendime dhe histori të shumta. Një nga komentuesit e njohur të Kuranit, Meududi, në tefsirin e tij, lidhur me këtë ajet, shprehet se kjo është një nga pjesët më pak të qarta në Kuran, sepse nuk ekziston asnjë hadith I qartë lidhur me këtë ngjarje dhe asnjë shpjegim tjetër. Përjedhoi, të gjitha versionet që tregohen lidhur me këtë ngjarje janë të pabaza ose burojnë nga tregimet e hebrejve. Megjithatë, ajo që kuptohet qartë në këtë ajet është se Sulejmani alayhis salam është sprovuar në lidhje me një çështje dhe mbi fronin e tij është lënë një trup apo kufom për të cilin nuk ka të dhëna se çfarë dhe si ka qenë. Pas kësaj sprove, Sulejmani është kthyer me pendim nga Allahu dhe ka kërkuar falje. O Zoti im, më fal dhe më dhuro një pushtet që të mos e ketë askush pas meje. Me të vërtet, ti I je dhuruesi I madh. Surja Sad 35. Fakti që Sulejmani kërkoi që t'i jepeshin fuqi që s'kishte për t'i arritur askush, nuk ishte përmendje madhësi dhe krenari, por për t'i shkatruar sundimtarët tiran dhe mizor të kohës. Sepse sundimtarët e kohës ushtronin një pushtet të bazuar në krenarin, mendjemadhësinë dhe padrejtësinë. Pra qëllimi I vërtet I Sulejmanit alayhis salam ka qenë arritja e pushtetit jo në këtë botë, por në botën tjetër. Në Kuran urdhërohet: atij që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'ia shtojmë atë, ndërsa atij që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i japim pjesë prej saj, por ai nuk do të ketë pjesë në jetën tjetër. Surja Shura 20. Allahu I madhëruar e pranoi lutjen e Sulejmanit alayhis salam. Pastaj ne ja nënshtruam atij erën që të frynte me urdhrin e tij, andej nga të donte ai. Gjithashtu ja nënshtruam edhe djajt, ndërmjet të cilëve kishte ndërtues dhe zhytës në ujë, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Surja Sad 36-38. Siç kuptohet nga këto ajete, Allahu I dha Sulejmanit alayhis salam xhind për të ngritur ndërtesat e përzhytje. Një pjesë e këtyre xhindve, me urdhër të Sulejmanit alayhis salam, bën punë të mëdha, të cilat njerëzit nuk mund t'i bënin, si ndërtesa të larta, paltore, saraje, basene, kazan të mëdhenj të palëvizshëm e të tjerë. Kurse një pjesë tjetër e tyre nxjerrnin nga deti perla dhe gjëra të tjera të bukura që mund të gjenden vetëm në det. Allahu I madhëruar I pati dhënë Sulejmanit alayhis salam jo vetëm fuqi dhe madhështi të madhe, por edhe një administrim të gjerë. Ne I tham: kjo është dhurata jonë për ty, prandaj jep lirisht, ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kurfar llogarie për këtë. Me të vërtet, ai te ne do të ketë vend të afërt dhe strehim të mirë në jetën tjetër. Surja Sad 39-40.